Miqtë Top News, mirë dita, unë jam Gjoj Malcia dhe kjo është programi Breaking, do t'jemi edhe sot për rreth 3 orë live me ngjarjet më kryesore. Fillimisht do të flasim se i takon situatës goxha të tensionuar në lindjen e mesme, ka patur raportime nga më të ndryshme, do të përpiqemi të analizojmë dhe të shohim se çfarë ndodh në terren. Unë kam në lidhje dhe drejt për diskutuar gazetarin dhe analistin Genc Burimi. Genci, shumë faleminderit që je me ne. Po, të përshëndes. Ndërkohë paralelisht kemi dhe Antan Metajn, shqiptar që jeton në Katar. Antan, shumë faleminderit që e gjete mundësinë, uroj çdo gjë është disi e normalizuar për momentin. Antan, çfarë po ndodh, po e nis me ty, me qenë se je më pranë situatës, në orët e fundit ka patur dhe mesazhe për gjithë qytetarët që jetojnë atje që të izoloheshin, të shohin makinë, komunikuan pak më herët, më thej që po qarkulloje. Cila është gjendja? Gjendja akoma është, mund të them, stabile në këtë moment, por gjithsesi ka pasur një sulm në mëngjes, kur janë atakuar vendet që prodhojnë energjinë e Katarit, gjithashtu edhe tanket e ujit, domethënë vendet ku prodhohet dhe ku filtrohet uji i pishëm. Gjithashtu ka pasur gjatë gjithë mëngjesit, mbrëmje ditën e djeshme ka qenë e qetë, kurse në mëngjes, edhe dje në mëngjes ka pasur disa sulme të lehta, edhe sot gjithashtu ka pasur sulme me dron, por ajo që ka ndryshuar pak është se Katari ka nxjerrë pistën e tij, ka nxjerrë avionët luftarak dhe migët luftarak që janë duke i mposhtur dhe duke i lokalizuar dronet apo misët që janë raketat që janë duke u dërguar nga Irani në hapësirën e Golfit, pa i lejuar të hyjnë në hapësirën e Katarit. Antan, por u besua që do të goditeshin vetëm po themi prezenca amerikane në Katar. Po më thua që po goditen dhe sektor strategjik, si uji i pishëm që në Katar është një problem. Domethënë, mund të ketë, unë besoj që janë disa sulme që janë të pakontrolluara apo që mund të jetë ndonjë gabim ose diçka tjetër se nuk ka mundësi. Përderisa gjatë gjithë kohës këtë periudhë 2 ditore, 3 ditore, janë atakuar vetëm baza amerikane, ku ka qenë vetëm baza amerikane, asnjë gjë tjetër. Ndryshe nga që kemi parë në Dubai, në Emirate, apo në Ibril ditën e djeshme në Irak, në Bahrein. Domethënë në Katar nuk ka pasur disa sulme të tilla që ka pasur në vendet e tjera. Okej, reagimet zyrtare cilat janë nga kurora mbretërore? Reagimet zyrtare janë që çdo kush duhet të qëndrojë në shelter, të qëndrojnë brenda, pa dalë në rast se vetëm nëse kanë ndonjë diçka emergjence për të dalë. Diçka shumë urgjente. Ndryshe çdo kush duhet të qëndrojë brenda. Për çdo zonë apo dhe atje ku ndodhesh ti ka një përjashtim se të shohën qarkullim? Unë jam 10 minuta larg nga baza amerikane që është këtu dhe jam duke transferuar në një vend tjetër tani. Okej. Shumë afër. Genc, çfarë të bën përshtypje? Presidenti Macron ka patur një mbledhje të Këshillit të Sigurisë Kombëtare gjatë fundjavës, tha që Franca as nuk u informua, as nuk u përfshi në këtë që po ndodh. Pikpamjen tënde, si e sheh situatën? Rreth parë një duhet i uroj kurajo mikut në Katari, sepse është në syrin e ciklonit, në gojën e ujkut, në kraterin e vulkanit, kështu që edhe pa shënjestruar objekte civile qëllimtazi, iranianët nuk i kanë ato raketa po aq performante sa perëndimorët, kështu që mund të kesh gjithmonë një devijim trajektorie dhe të kesh aksident. Shikoni aksidentin e kësaj mezite që ishte i jashtëzakonshëm, 3 avionë amerikan që rrëzohen në mënyrë aksidentale sipas veçantë amerikan nga nga goditje pra miq, si thua, nga Kuwaiti që i morën për avion iranian. Pra gjithçka është e mundur, kështu që është një dallahi, ishte parashikuar. Versioni zyrtar Genc është që janë goditur nga aleat për shkak të ngatresës. Goditje friendly quhen to. Friendly fire, po. Po, kemi patur edhe në Kosovë në 99-ën. Janë të pavitueshme, ishte i pavitueshëm edhe sulmi
ndaj Iranit, ashtu dhe pa evitueshme kjo situatë që po shohim sot, që mund zjas dje Donald Trump tentoi një bluf, bërë një lapsus, që tha që mund të vazhdoj 4 javë janë shumë, po është pa mund të vazhdoj 4 javë, pikërisht për të thonë iranianëve që dorëzoni sepse s'marrin dot 4 javë. Edhe vetë perëndimi s'marr dot 4 javë. 4 javë janë me këtë intensitet predhash, duhet të kesh do të vitë planeti perëndimor në gjendje lufte për të prodhuar kaq shumë predha nëse ti vazhdon me këtë intensitet goditësh. Do dini që janë 300-400 avion të angazhuar, secili avion bën rreth 3-4 dalje në ditë. Gjë avion mbaj deri në 4 predha, imagjinoni numrin e predhave ditore që hidhen, 1000-2000 predha. Kështu që plus që sot ka filluar dhe tani Ukraina pikërisht të shqetësohet për këtë gjë, sepse sa më shumë të predha po shkojnë drejt kësaj zone, aq më pak do të ketë mundësi municionesh, mbrojtëse dhe goditëse për Ukrainën, kështu që është një situatë e pritshme, po ashtu ishte e pritshme që Izraeli kishte vetëm këtë dritare, këtë frëngji për të sulmuar Iranin. Deri në nëntor në ardhshëm ku ndodhin zgjedhjet në Amerikë, midterms, dhe me siguri që Trump i humbet të zgjedhje. Pra ishte hera e parë në historinë e vonshme të Izraelit që kishte këtë mundësi të kishte një administratë amerikane kaq aleate kur administratat Obama apo Biden zëleronin një tillë. Kjo që ishte momenti i fundit. Ndonse nuk ishte shumë të përgatitur, Izraeli ende s'kishte marrë gjitha masat për të vetë mbrojtur, por ishte momenti më i dur për të goditur perëndimorët që u akuzuan dje nga Lindsey Graham, pra senatori amerikan pro Trump, që u trajtuan si themi neve në shqipe të fjalës si burra cakër, apo sot Trump që godet edhe Kongresin britanik që nuk i dha bazat e San Diegos, që është një tradhti sipas tij. Për bazat ka një vendim që nga ky moment përdoren, apo jo? Po, sot prapa Donald Trump i tha që do kishte bërë para dhe që nuk e gëlltiti fare mirë këtë gjë që aleati i tyre historik, vllau i tyre i vogël, Britania e Madhe ti përtonte bazat. Pra, edhe kjo për 3 gjëra priteshin. Pra, kjo zallai në zonë, ky sulmi do bëhesh, edhe porçarja midis vendeve perëndimore ku gjithmonë SBA me Izraelin që janë gati për të shkuar për luftë, është luftë për jetë apo vdekje për Izraelin dhe perëndimi pra Francë, Gjermani dhe Britania e Madhe vende të mëdha, që do kërkojnë të rinë anash kësaj gjë që po ndodh. Okej, mirë, kthejmë pak tek Antani që mos ta mbaj shumë se është 10 minuta larg siç tha nga bazat amerikane. Antan, si po përshkruhet situata në rajon, a ka një efekt psikologjik te qytetarët apo dhe një efekt ekonomik? Kemi parë që lindja e mesme ka qenë një zonë investimesh të mëdha. Ku po ndihen pasojat më madhore? Mos gaboj, kishte postuar në rrjetet sociale dhe një foto nga supermarketet ku qytetarët kishin marrë ç'të mundeshin. Ajo është gjëja e parë që ndodh kudo, besoj, po është diçka unë besoj se njerëzit e kanë qef këtë panikun apo diçka e tillë, se është diçka që shitet, edhe kush e kush të krijoj panik ndërmjet tjerëve, sa më tepër. Sa për ndjesinë apo diçka e tillë, nuk besoj se Katarit, është një imazh i keq, si ta themi, për PR për Katarin, apo për vendet si Dubai, Bahreini, pasi dihet janë vendet e gjithë dhe janë më të vizituarat ku flasim për turizmin. Mund të ndikojë për një periudhë shumë të pakët, pasi njerëzit janë në panik, dhe tani aeroportet kanë 3 ditë që janë mbyllur. Dhe po të shofësh të gjithë duhen që të udhtojnë sa më shpejt jetë e mundur. Nuk besoj se do ketë diçka, ka ndodhur edhe më përpara e njëjta, edhe kur Izraeli qelloi para disa muajsh një takim të Hamasit. Po, një delegacion e Hamasit pati një diçka të tillë, po pastaj gjithçka u normalizuar shumë shpejt. Këto e bëjnë tepër këto vendet, njerëzit që vinë nga vendet si India, Bangladeshi, që për diçka më të vogël do e krijojnë panikun në mënyrë jashtëmase. Ndihet frika, ndihet, pasi nuk është shumë, domethënë, është herë e parë që Katari ndihet se ka 4-5 ditë që është nën sulme. Kështu që ndihet pak ai paniku tek njerëzit anti këtij. Kurse po them, këtu ku jetoj una, domethënë në mënyrën që se ishin në ajër, pasi nuk na lejohet, i kam pas përndar disa video, po domethënë na bën thirrje pastaj që t'i fshinim, t'i hiqnim. Pra i ke parë me sytë tu interceptimet e raketave. Po, i shikon direkt edhe ishin përsipër, po ka ndjeja tronditja e banesave dhe dritareve, dyerve, gjitha. Domethënë ishte jashtëmase e fuqishme, ndisë që ishte diçka.
por nuk besoj. Prap, unë jam mendimit që Irani është duke u treguar shumë zemërgjer kundrejt Katarit. Jo e njëjta gjë çfarë ka ndodhur në Emiratet e Bashkuara. Po, dhe Katari u përpoq deri në minutat e fundit ta ndalonte këtë. Duhet Katari dhe Arabia Saudite. Ati negociata jashtë mëdha, pastaj dia ata kanë bërë një prononcim, nuk e di nëse ka dalë në media aty në Shqipëri që Khamenei i ri apo Ayatollahu i ri tha që do paguajnë çmime shumë të shtrenjtë, sidomos bazat amerikane, gjithashtu ata dje kanë sulmuar me 4 raketa ballistike flotën amerikane të Abraham Lincolnit në Gjirin Arabik. Okej. Pastaj e shohim çfarë po ndodh në Kuwait, por që nuk pati, në Katar nuk ka patur, si për shembull në Dubai u qellua aeroporti i Dubai. Jumeirës, apo jo? Në Abu Dhabi u qellua aeroporti, në Kuwait u qellua aeroporti, në Arabinë Saudite pati jashtëmase dëme më të mëdha sidomos në fushat e naftës. Kurse këtu vetëm sot po besoj që ka qenë ndonjë kalkulacion i gabuar ose trajektoria e gabuar e dronëve, se pasi kishin qelluar me dronë, që kanë shkuar në këtë zonë, që kanë rënë në këtë zonë që është jashtëmase e rëndësishme për Katarin. Një dëmtim i këtyre do të thotë që Katari është out për ditë, jo për 24 orë. Pasi është vendi kryesor që lidh burimet ujërore. Kishe diçka Gens? Jo, po do të shoj për mikun nga Katari, po ashtu edhe eksporti i hidrokarbureve të Katarit do të ruaj këto ditë apo jo, është e ardhura kryesore e monarkisë. Prandaj çdo gjë, kjo është pjesa zona më e madhe, pasi edhe nuk lejohet rrugtimi që është për në aeroport, se zona e naftëmbajtëse dhe gazit natyror që ruhen edhe konservohen atë zonë është në krahun e aeroportit. Gjitha këto janë jashtëmaset, janë super strikt që nuk mund të hyjë askush, edhe vetëm personelet e larta. Por nuk besoj se do ketë ndonjë eskalim më të madh. Ndoshta mund të ketë diçka, por nuk besoj me baza. E ka fjalën njët se si eksportohet, se ka fjalën tek dëmtimi i instalacioneve, po tek mbyllja e ngushticës së Hormuzit apo. Si shkon jashtë gazi apo shkon me gaz me lëng, si me tankra, si amerikanët, si kanë atë? Me tankës si amerikanët, me tankës. Domethënë që dhe anit e tyre për ato petrolierët bllokuar. Në moment është bllokuar. Po, çdo gjë është bllokuar. Po besoj, prandaj po them fuqia ekonomike që ka Katari, edhe sikur kjo zona e Hormuzit që ndroi për javë bllokuar, nuk besoj se do ketë ndonjë efekt ku diçka të rëndësishme në Katar. Ka dhe popullat madhe për të garantuar, kështu që. Pastaj ishte e pritshme, pak a shumë kjo është e pritshme. Ishte e pritshme që mund të. Po do të them që nuk ka kështu panik që njerëzit të shkojnë të jo të bëjnë vetëm rezerva ushqimore sigurisht dhe në ujë, por dhe të krijojnë rezerva në cash, në para, nuk ka panik që të tërheqin para në për depozita bankare. No, as nuk diskutohet fare kjo për depozita bankare, nuk diskutohet fare. Çdo kush është edhe sikur diçka që ka ndodhur më përpara, domethënë gjatë gjithë kohës shteti dhe familja mbretërore ka qenë në çdo moment 24 orë në kohën që flasim tani, çfarë janë supermarketet apo gjërat emergjente që nevojiten për dëtsim, në rastin në radhë urgjence o diçka e tillë i kanë 24 orë, janë hapur 24 orë. Domethënë këto janë urdhra që jepen gjithkohës nga. Kurse kur vjen puna te kash edhe këto nuk hyn në punë njeriu, se çdo gjë shkohet në zero në atë kohë. Në rastin do diçka nuk të leverdis, nuk të interesojnë as të kesh pasi gjithçka është mbuluar nga sulmi në thonjza ka qenë tek ushqimet, jo tek tërheqja e parave. I gjojnë e bëj pyetje sepse me pak humor, sepse si parizian i mirë që jam i shqetësuar sepse PSG-n e financon Katari, kështu që larg qoftë ndodh në Katarit. Do të shkojmë finale prapë këtë vit. Paris Saint-Germainin. Antan, thej që flotërimet kanë qenë bllokuara ose shumë të izoluara. Ke menduar për kthim në Shqipëri, do të qëndrosh atje? Jo, këtu, unë jam me familje. Nuk, do të thënë, duket për ne që kemi kaq vite që jetojmë këtej, duket kur situata është në atë gjendje që duhet të ecësh. Por këtu të ne është shumë kollaj tash, në rast se do eskaloj apo diçka e tillë, gjëja më e mirë ngri një kamp në shkret të tillë dhe qëndro pak lart në zonat rurale je në rregull. Dhe një pyetje të fundit fare, Antan, lidhur me
metodat strehuese, dim për shembull që Izraeli është përgatitur për vite me radhë. Në Katar ka kapacitete mbrojtëse në çdo situatë? Ka metro. Të bunkerëve. Metroja është, domethënë pika e parë që çdo kush do shkojë, pasi është jashtëmase fortifikuar, nuk me çfarëdo që të mundohen që të godasin, nuk mund të arrijnë. Pra metron e kanë fortifikuar edhe si alternativë strehimi. Strehimi, po. Okej. Antan, shumë faleminderit. E kanë me kondicioner metron, nuk e kanë si bunkeri i Verhoxhës. Jo si Paris Saint-Germain. Antan, shumë faleminderit, qëndroj sigurt, jam mirënjohës për këtë lidhje direkte, por siguria jote na intereson më shumë. Ishte kënaqësi, ju faleminderit dhe ju uroj ditë mbarë, punë të mbarë. Qëndroni të sigurt dhe për gjithë komunitetin shqiptar që ndoshta jeton në Katar, ndoshta nuk është shumë i madh, por çdo person yni na intereson. Gens, kemi parë një qasje të përafërt të Francës me atë që ndodhi me rastin e Irakut. A jemi në të njëjtat kushte dhe çfarë ku hyn Europa në këtë konflikt? Jo, nuk kemi parë në këto kushte sepse në Irak Bush djali kërkoi autorizimin e Këshillit të Sigurimit. Ai famshëm flakon i Colin Powellit ishte falso, por për të shikuar para sulmin e Irakut, në Irakut kërkuan një autorizim. Dhe aty Franca tha jo. Sepse herës çfarë autorizimi ai s'po pyet, ai krijoi bordin e paqes pikërisht për t'i bërë, kështu që nevojë Franca ta kundërshtonte. Franca bashkë me tre vendet. Fjash si jam djeni tha, si është marrë në Paris, Gens, si fyerje, mos përfillje? Parë. Nuk është lufta jonë, kjo është. Mirë, po, si që tha dhe Macroni, kemi qytetar, kemi baza, kemi interesa ekonomike. Sigurisht, por nga ana nuk është si Edi Rama, që Edi Rama thoshe që neve i bëm pas daranat revolucioni i bëm armiq terrorista të bëjë Evropa. Jo, Rama ishte më i involuar se Macron. Rama po i bën thirrje Europës që të bashkohet, është në një pozitë më të lartë se Macroni. Këtu nuk luajmë me Iranin, sepse Irani ka kapacitet atentatesh. Franca ishte ajo që armatosi Irakun në luftën Irak-Iran në 80, ishin avion gjuetës francez që kryesonin sulmet irakiane. Pse Franca e brete gjatë kohe? Sepse Franca, në pak histori, jo Khomeini, para Khomeini ishte Khomeini. Khomeini ishte ai që rrëzoi Shaun, erdhi pas Shaun. Rrëzoi Franca bashkë me të, sepse Khomeini ishte thjesht ai ngrohesh në diell, jo lart Parisit, pra Versailles, ngrohesh në diell dhe në degët e një molle, kishte një shtëpi aty. Ishte një lloj mollahu, po të lutje. Edhe i vinin iranianët që faleshin bashkë me të, si një lloj sekti. Kur Franca në një moment merr vesh sepse mjeku i Shahut në Iran ishte mjek francez. Dhe mjeku francez i thot asaj kohë presidenti i Francës, Valéry Giscard d'Estaing, që Shahu se ka për shumë gjatë, është me kancer. Aty Franca mendon gjithë kjo kohë që Irani ishte lloj kolonie anglo-amerikane për naftën, pse mos të jetë, kemi rast të jashtëzakonshëm ne si Francë të kishim Iranin me tonë, kemi naftën e Iranit. Edhe Franca në këtë rast i propozon Khomeinit të çojmë në Iran, në avionin ton, Air France, aty populli mësit pret, ai gati. Dakor tani. Dhe kështu Franca e futi në avion. I dha avion, që është e skena e famshme kur në 79 që mbrin avioni e Francë në aeroportin e Teheranit, edhe 2 milion, ke një stadium që që del mbaron dishën të janë dagët, në mbushet bulevardit plot. Imagjinon 2 milion persona iranian në aeroport që presin Khomeini që vite nga Parisi, edhe Shahu arritet vdes pak më vonë, nga kancer, jashtë ditë. Edhe Franca shpresonte të merrte dividendet e kësaj që bëri në hundën dhe mjekër në anglo-amerikanëve. Vetëse Khomeini që rifuqi, ja futi gjithë. Jo vetëm anglo-amerikanëve, vetëm amerikanëve që mori peng ambasadën amerikane në Tiranë. Por edhe Franca i qëro, çfarë na thotë këta? Jeni degeneruar, jeni perëndim, ne jemi. Edhe bilesita Francës. Kujdes atë bilesa më ketha dhe 800.000, ishte se kohë. 800 milion euro borx për
që s'ke paguar ende natën ndaj Iranit, kishin mbajtur ata në dorën gjithë librat, ju llogarit kush i ka paguar. Edhe Franca mos paguar të borxh, pikërisht i kishin ndaj Iranit. Franca ndihmon Iraku në luftën Irak-Iran. Dhe si u hakmor Irani dhe prandaj është janë kaq të vëmendshëm ta sot president francez për Macronit. Irani u hakmor keq ndaj Francës, duke bërë atentate në mes të Parisit. Franca pagoi deri sa timin e fundit borxhin që kishte. Okej. Dhe prandaj janë sot, prandaj thonë që neve nuk duam të hyjmë të luftë. Nuk është lufta jonë, nuk duam të bëjmë interesat tona, kjo që ditë e parë. Okay. Macronit. Por dje ndryshoi qendrimi. Dje Macron, Britania e Madhe dhe Gjermani thanë do marrin tani pjesë në luftë, por thjesht si me mbrojtës. Mbrojtës, do të thënë që do bëjmë si puna e Katarit, sepse nuk u tha që pari, Katari sot po ndihmon dhe ai në luftë sepse por me intercepton raketat që nisen nga Irani drejt Izraelit, kalojnë dhe mbi Katar. Prandaj Katari goditet, sepse është një lloj pjesëmarrje luftë. Këto gjëra do bëjnë edhe francezë dhe britanik, siç e bën në luftën në qershor. Pra, lufta e tyre do shërbejnë si një mburoj po Izraelit, sepse e pam që mburoja nuk funksionon kaq shumë. Dje pati 10-11 të vdekur në Izrael, që është shumë e madhe, atëherë thuhet si ka mundësi të vende që kanë një mburoj. Sepse ka dy shkallë mbrojtje, ke shkallë mbrojtje në stratosferë, që quhet sistemi amerikan THAAD, sistemi izraelit Arrow. Problemi është se këto lloj sistemesh David Sling, Iron Dome, pra ka disa shtresat. Këto lloj sistemesh duhet funksionojnë përpara se raketa herse iraniane të mbërrinë stratosferë. Po mbërrinë stratosferë në atë moment ajo raketë kapi pikën maksimale dhe në fazën zbritëse shpërbëhet në shumë koka raketash. Dhe një këto pastaj bie. Dhe prandaj nëse nuk e kap dot në fazën e parë, vjen faza e dytë pastaj që vijnë patriotët. E pamundur. Edhe këtë do bëjnë francezë dhe britanik që do të marrin pjesë në këtë luftë për mbrojtjen e hapësirës ajrore të Izraelit, por edhe të vendeve aleate si puna e Katarit, sepse një bazë franceze u godit dje në Emiratet e Bashkuara Arabe. Genc, kam dhe dy çështje. Së pari, Irani thotë kemi goditur zyrën e Netanyahut. Këtë fundit e kemi parë gjithmonë goxhat kujdesshëm, madje edhe kamerën e telefonit para dhe mbrapa i mbulon. Mëse kemi parë, a mendon se është dëmtuar kryeministri i Izraelit, pasi nga Izraeli ka një reagim që thonë nuk ka viktima dhe çdo gjë është në rregull, gjithsesi e pam dhe me Khamenein se çfarë ndodhi. Edhe së dyti, në sulmin ndaj Kipros, Greqia ka nisur me urgjencë 2 anije ushtarake dhe 2 avion F-16 drejt zonës. Po zgjerohet edhe më tej konflikti me përplasjen e interesave zinxhir? Që pika e dytë nuk ishte Kipri si vend që u atakua, por baza ajrore britanike. Dhe britanikët më një reaguan dhe Greqia për mendimin tim të bën, i thotë britanikëve, shikoni, nuk është më kolonia juaj Kipria. Kipria është greke. Mos harroni këtë gjë, mos harroni këtë lloj. Po shiko, edhe ke pika e parë, ke goditja e zyrës. Duhet vini më në lartësi këto gjë që do ndodhin, edhe kur do vdesë Netanyahu, gjithçka është për izraelitët, çdo çmim është i pranueshëm, më thanë dietras. Për Izraelin sot, gjithë Izraeli sot, ata që janë kundër Netanyahut, ata që duan ta shohin në burg Netanyahu për arsye korrupsioni, të gjithë janë pro këtij sulmi. Është një luftë për jetë e vdekje. Por kështu që sado që të detaje neve që nuk luan asgjë nga qëllimi i tyre kryesor. Çështja që do të diskutohet. Vlen e njëjta gjë edhe për Iranin, Genc, pra eliminimi i këtë do të thoja. Çështja e sot që është se qëllimi bazë nuk është revolucioni demokratik. Biles është e përvonë. Që në hyjë më para. Qëllimi bazë është që Irani mos tjetë më kur një element, një vend kërcënues për Izraelin. Irani e kishte gati në me kushtetut, në rrugën zyrtare, që qëllimi i Iranit është azgjësimi, çfarosja e Izraelit. Pra, qëllimi i këtij sulmi është që në Iran, nesër në fuqi të ketë një regjim, një fuqi, një person që mos ta ketë më këtë diskurs urrëtie ndaj Izraelit dhe as mjetet ushtarake, pra as raketat dhe as bombë bërthamore. Shumë bukur. Nëse është ky qëllimi, nëse
Izraelitë dhe Amerikanë të qëllim e arrin edhe me një të regjimit aktual. Në bast që mund të kemi në Iran një lloj variante të Venezuelës. Kura e veri, si më thënë, Maduro dhe erdhi në xhmia. Kështu dhe në Iran sot nuk është e pamundur që ra Khamenei dhe Pajarian, që është presidenti aktual i Iranit, të bëhet ai ende në fuqi dhe të bëhet si ajo në Venezuela, një regjim që është aktual, po friendly me Izraelin. Sot ndryshoi ministri i mbrojtjes, u vendos njëri nga ai. A mos po vjen tani pikërisht, a mos është negociuar në kulisa që element aktual të regjimit të ndrojnë xhaket, ta kthejnë xhaketën mbrapsht, dhe të bëhen pro-izraelit. Gjë që do t'i shërbente qëllimit final, që është Irani nuk do jetë më një fuqi kërcënues për Izraelin, por do krijonte shumë frustracion në Iran për popullin iranian që kërkon një regime change, pra kërkon një ndryshim regjimi. Dhe prandaj dje doli Trump para se kthehesh nga vendi i tij, pushim nga vila e tij në Washington, pas në avion, dori të komunikat, është fare qartë që neve kaq mund bëjmë. Nëse ju doni një ndryshim regjimi, ju i takon juve iranianëve, ti merrni fatet e juaja në dorë. Pra që tregon fare mirë që nuk ka sot as edhe një plan zbarkimi trupash në Iran dhe pas zbarkim trupash në Iran nuk mund të kesh ndryshim regjimi. Pra, kjo është çështja sot. A do bëhet Irani pro-izraelit me këtë regjim, që është fare mundur, siç u bë Venezuela pro-amerikane me atë regjim, apo do shkohet deri në fund, pra në rrëzimin e regjimit, gjë që s'më duket fare e lehtë pa trupa në tokë. E qartë, Genci, shumë faleminderit. Ashtu. Ishte me ne kënaqësi të bisedonim. Ashtu. Mirë që ishim me analistin Genc Burimi dhe me Antan Metaj në herët. Do të shkojmë reklama, kthehemi vetëm pas pak, do të kemi mundësi të bisedojmë dhe me shqiptarë që jetojnë në lindjen e mesme, por gjithashtu dhe me analizën politike dhe diplomatike. Reklama dhe kthehemi sërish.